shikoj si person jo vetëm profesionalisht të rritur edhe të arritur, por edhe te brendësia jote. Sa rëndësishme është që të rritemi paralel në disa dimensione si njerëz? Apo mund të fokusohemi vetëm si ambicioz, po themi, vetëm për karrierën? Jo. Unë jam një natyrë që kam qenë gjithmonë kudo. Kam qenë në familje, kam qenë shoqëri. Nuk kam harruar kur vlerat dhe virtytet që unë si individi kam. Ka momente në jetë që njeriu harron çdo gjë për shkak sepse dëshiron që të bëhet dikush i njëjtë. E kam kaluar dhe unë atë fazë. Që harruar vetëm flisja në telefon me familjen, që harruar të shkoja të shikoja. Duhet gjithmonë një sakrificë. Patjetër, duhet gjithmonë një sakrificë. E rëndësishme është që njerëzit që ti rrethohesh të ta kuptojnë këtë sakrificën, jo të tikin, sepse nuk ka kuptim pastaj. Kur e shikoj që ti je në një periudhë që ti po investon shumë te vetja jote, unë mund të jem shoku jot, shoqëria jote, ose kushdo që të jem, familja jote, unë dua të ta lë këtë gjë që ti ta arrish dhe të jem suport për ty, jo të largohesh, sepse ama se s'ka kohë, se nuk bëhet kështu, nuk është ashtu, i ka hyrë vetja më qef, ku di unë këto gjëra kështu që nuk e di a janë më, po jo, unë përkundrazi dua që ti të ecësh shumë, kapësh majat, punosh fort, s'ka gjë, mos e gjej kohën sot, do e gjesh një ditë, do të vi këtu ke studioja jote, do e pim një kafe bashkë,